Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues të Euronews Albania. Profesor Bilali, doja t'ju pyesja për dimensionin politik të jetës në Serbi. Studentët vazhdojnë protestat dhe jo vetëm studentët, por mua më ka tërhequr vëmendjen dhe në pjesën e parë unë kisha analistin e njohur Dušan Janjić dhe ai e konfirmoi që kanë filluar të qarta artikulimet politike për atë çka do të ndodhi pas Vučić. Ju e shihni edhe ju me të njëjtën ta quaj qartësi e curin afatshkurtër të realitetit politik në Serbi? Zoti Franco, që se ju kujtohet edhe në emisionet e ma hershme, pra, ato lidhet e mia të cilat i kam nga pozicioni i profesorëve dhe themi të ekspertëve të cilët marrin pjesë në konferencat ndryshme rajonale, pra gjithherë kemi potencuar se ndryshimet të cilët duhet të ndodhin, pra, janë të mundshme, janë reale dhe do ta përcjellin gjithë atë që janë pritshmëri të strukturave demokratike në rend parë duke përfshi Bashkimin Evropian kështu me radhë. Pra, realisht unë jam i mendimit pra se dalja e studentëve, e cila në fillim ishte si një numër i kufizuar, madje ma shumë kisha thani friksuar, jo në atë kuptimin se nuk ishin mobilizuar, pra nuk ishte aktivitetet që ajtë mobilizohet, por një regjim realisht është i prirës pari të fut frikën të opinionit, të strukturat të ndryshme, veçanërisht e rinia dhe ato mediumet të cilat mund të jenë kritike sa i përket qeverisë, analistë ndryshëm të cilat mendojnë me kokën e tyre dhe nuk flasin me gojën e politikanëve apo politikës ditës. Pra. Dhe ai numër jo për befasin time, por me siguri për befasin të shumë personave, dukshëm më shtuar tash, dhe është një shumicë jashtëzakonisht madhe, e cila ka impresionu pra një pjesë madhe të popullatës tjetër, e cila me bindje mund të ketë qenë e moderuar apo e toleruar se përket Vučićit me orientim proruse kështu me radhë. Dhe kur ti pyetish sidomos ato të cilët janë marrëdhënie pune, se mos harrojmë se Serbia momentarisht ka standardin më të lartë jetësor sa i përket Ballkanit Perëndimor. Pra është larg Kosovës, larg Maqedonisë, pra e Shqipëria është duke ecur me një tempo pak më shpejt, por megjithatë Serbia pra ekonomikisht sa i përket standardit jetësor është akoma para Shqipërisë, por kur të parashtroni pyetje tyre se cili është ai segment, pra i cili aq shumë i ka revoltu, duke parë parasysh kontekstin komparativ se ka një standard më të mirë rajon. Përgjigjja e tyre gjithherë ka qenë pra ofendimi i inteligjencës pra për shkak të partizimit të gjitha strukturave shtetërore, sepse më dëgjueshëm pra mas servil sa i përket pushtetit janë ato cilët nuk janë përgatitur profesionalisht dhe ato e kompenzojnë pra me servilizëm dhe dëgjueshmëri ndaj pushtetit dhe ato mbrin funksionet më të larta në administratën shtetërore apo edhe në pushtetin shtetëror dhe ato mosdijen e tyre, pra handicapin e tyre profesional apo shkencor apo e kompenzojnë me arrogancë, pra. Dhe ajo ka kriju një pakënaqësi shumë të madhe të njerëzve të cilët kanë dituri, kanë dinjitetin e tyre dhe besoj në çdo popull pa dallim, unë mendoj se ato janë shumicë e popullatës cilët kanë unin e vet, pra e mbrojnë dinjitetin e vet dhe janë prirë të flijojnë karriera ndryshme.
Pra ne dhe kemi një situatë që unë jam optimist dhe kam qenë gjithherë optimitetin në misionet e juaja se do të ketë ndryshime spektakulare dhe tani kjo hetohet edhe nga Vučići i cili si duket ka hupur edhe kapacitetin e qeverisës e menaxhimit mbi vetveten, jo mbi shtetin. Pra ai komunikon me njerëzit në mënyrë arrogante, pra ai bën dëtubime, tash ka rallu, bën dëtubime ku përlahet me adhurusët e vet, pra me ato të cilët i ka tubu që t'jep një mesazh se ato e përkrahin si till, ai fillon pra nuk mund ta përmban vetveten dhe duket se ka shumë nga kapaciteti psikik dhe ai përlahet me to duke ofenduar. Dhe tash me siguri kush i ka sqaruar se ato duhet t'i rallon.